Reporti nas ka fillu vitin e kalum me jetën, është për 25 vjeçorën. Eksperienca e reportit nas është shumë interesant çu ka fillu. Okej. Me një hapësinë e cila ka qenë çu më shpjegujet lëmsh. Bukvalisht e pa kapsh me dikush me hime kry për 2 muaj e gjys. Edhe kur ka qenë intervista Ermalit, parë fillim për ekspozitën. Suksesi Reporting House është dikun përmi 7.000 vete deri tash që kemi pas vizitor. Edhe kemi pa të arsyeshme edhe dhe domosdoshme me çu një aneks shtesë të programit të viteve 2000 të artistave. Dhe javën e kalume kemi hap galerinë thirrët Reporting House Gallery, që ka një program deri në 3 vjet me artistat e Kosovës, mirë po do të ketë edhe artista ndërkombëtar. Okej. Ekspozita është hap me Dritan Hajredini, i cili është një artist e gjeneratës 2000 që ka pasur një sukses shumë të madh, ku ata punimi i tij është në koleksionin e René Blokut. René Blok është një kurator gjerman, i cili ka filluar me anën e artit konceptual. Storia e punimit drejtonit është shumë interesant. Kur ka ardhur René Blok në Prishtinë, në Kosovë, në këtë rast me zgjedh një grup të artistave të ri dhe me pas një ekspozitë në Gjermani. Edhe drejtoni është i trajnuar piktor, po i artist konceptual, ka qenë shumë kundër. E kundër ta drejtonin është në Blok, i cili është kurator me art konceptual. Ai ka bërë protesta kundër mediumet tradicionale pikturës, skulpturës. Edhe drejtoni thotë unë do na më kon çet ekspozitë, po do na bëj diçka që me kon pjesë ekspozitës. Edhe bën instalacion në Akademi të Arteve në atë kohë, ku thirret kush ma vrau pikturën. Who killed the painting. Okej. Edhe në bloku e blen punimin, edhe drejtoni bëhet pjesë e ekspozitës, që njohësit të më rëndësi që ka ndodhur me gjeneratët pas 2000. Okej, interesant. Tash, kjo galeri është diku në Prishtinë? Galeria është mbrana në Reporting House. Është hapësira në cilën kemi pas Zhana Kadyrova, që ka qenë artiste hala është, nuk ka vdek, artiste nga Ukraina. Okej. Edhe kemi pas një kontrakt vetëm deri në 3 muaj me majt punimet, për shkak se punimi ka udhëtuar nëpër Evropë edhe me jashtë Evropës, dhe mandej kemi vendosur me jetën me bën një program në galeri mrana, ku vetëm është një vlerë ekstra të muzeut. Po, veç me potencu që tha Gozi, po unë po du me ta dhuru ty edhe familjes tënde, me fëmijë, nesër, nëse kiko e kemi një udhërfim në muzeun Reporting House, që është muzej historisë Kosovës, faktikisht, historisë e 90-tave, që kjo që e spjegoj Gozi, është historia e 90-tave e Kosovës, ku i kemi digitalizu 30 orë materiale që janë gjirun qatë kohë, e nesër e kemi të kurum... A jenë me za, a jenë veç kështu panje? Me za, edhe panje, do me thonë ullërsin që tu në studio tone me ndëgjojse, me 20 ekrane të ndryshme, në periudha të ndryshme kohore, mujnë mu ullë njerëzit edhe me ndigju qatë histori. E tash, gjirimet janë të 90-ave, edhe është e bo me në katin e partë të ish ndërtesës së Gërmis, shpis mallave Gërmis. Që kjo ndërtes është te statuja Skënderbeut, në qendër Prishtinës. Dush me kuptu që edhe një punë të mirë që jetu e bo që lidhet me çka bojnë gazetarë sot, që roli edhe i jonë, lidhet me çka jetu bo ti me ditët e nëntorit. Ti me, do me thonë, ke vendos një iniciativë që me shënu kulturën shqiptare në 4-5 ditët e nëntorit jeni të e bo që atë punë. Në gjashëm që 2 vjetë kemi nisë edhe na qëtë iniciativë me e kallëzu historinë e Kosovës jo mo me folklor edhe me qiftelia, po me kallëzu në forma moderne. Edhe kjo është arrit me Gozin si kurator që kam ri, do me thonë, me bo në formën moderne me e kallëzu historinë e Kosovës, me mënyrën që shi ka pozicionu fotografit, 400 fotografi i kemi mlel të historisë në 90-ave, edhe pse po të ftoj nesër, orse kemi me bo një udhërëfim në ora 11:30, udhërëfim të kurum special për fëmijë. Okay. Ti ki 2 fëmijë, nëse ki ko 11:30, e boj unë udhërëfimin bazume në kurimin që ja ka bo Gozi fotografive. Qysh ja ka bo Gozi fotografive kurimin special për fëmijë, është që nëse je 1 metër, ishe vetëm fotografit që janë të pranueshme, po fotografit që kanë jetu fëmijët në 80-at dhe 90-at. Nëse je 1 metër e 20 që je 7-8-9 vjeç, se nesër e kemi prej 7 dhe në 14 vjeçar fëmijët ja u bojmë një udhërëfim në muze. Edhe në sa ma i vjetër që je, qaq ma
për shtatuna, do më thoni ki për tinejdgjera, nëse jeni metre gjysë gjatë, e ki tinejdgjerat në kohë të 90-tave dhe të luftës që shi kanë kalu. Do më thoni ja ka për shtatë që kjo është risia e mënyrës që është prezentohet historia që kuratori, si gazi, ka menu që është duhet mja për shtatë moshës caktume kallëzimin e historisë pa ju bo bajat. Sepse është një gjenerat e cila nuk duron tekst, nuk duron fort ligjerata, nuk duron qiftelia, ju kena bo bajat të ja spjegu luftën e historinë që ato, po tonë që ashto, edhe është një gjenerat që ka linë mas luftës edhe sot të e mësu, në shkolla, nuk është të e mësu që ka ndodhë. Kështu që kjo është qëllimi i muzeut, po gjirimet janë të 90-tave, e çka është të bo, Gazmendi tash me galerinë është që ka thonë, deri në 99, e kemi krejt këto gjirimet edhe fotot që janë dokumentare, janë deri vitin 99. A galeria e artit ka më marrë vetëm me prej 2000 e tutje. Pas luftës që kanë bo artista, që shi kanë po problemet e Kosovës. Si Driton Hajredini, që është këtë punime ka bo 2001-ën, 2002-ën, qka kanë bo artistat e Kosovës dhe qka janë të bo prej 2000-ës e tutjes. Do me thonë, arti po mirët me pas luftën, pjesa e gazetaris po mirët me të 90-at, krejt kjo shihet në muzeon, që kemi në katin e partë gërmis, në cilën po të ftojmë edhe ty se nuk të kemi pas. Me knaci. Gaz, a ka aty një pages me bo, a diçka, po veç njerëz duhet me ardhë dhe me i kalu? Muzeu është hapën 5 martës deri shtunës, nga ora 10 dhe në ora 6. Prej të martës deri të shtunën, okej? 10 mëngjesit dhe në ora 6 mramje. Super. Çka është me rëndësi shumë e ditë, sidomos të prindit. Duhet me vizitu muzeun, duhet me kallëzu narrativën e historisë tonë. Është më rëndësi me kon pjesë çdo cilit program, duke fillu për shkollës fillore, mesme, atë në fakultetin, na kemi shumë vizita, kemi shumë workshope punëtori që mojnë, është tejet më rëndësi që çaj narrativ mu transmetu në mënyrë edukative në mënyrë shumë moderne. Se ekspozita në tërësi ka shumë materiale që nuk mundesh me vizitu vetëm me shku një herë. Duhin minimum 3-4 ditë. Që 70 minimum 30 minuta 30 orë materiale. Ko është edhe një hapësinë tjetër që na kanë jap materiale BBC-a, që është hapësinë e veçantë, ku janë disa materiale të cilat duhet mu pa. Sa ka pas interesim deri sot? Po më intereson kështu mendësia audiencës. Sa janë tërheq prej kësaj ideje me arë, sa interesim ka? Po çaj është bukuria e këtij muzeut, se është trajtuar në mënyrë moderne. Nuk ka materiale që janë përdorur deri më tash. Është shumë moderne, ka materiale të filtrume, ka punë të artista si Andri Sala, Adrian Paci, Olaf Relacion. Që kje ka zbut që atë idenë që në muzeet që është shumë moderne, se që është shprit me konë për para. Interesant. Për shembull, 3 gjana për cilat mujnë me pyet prind për çka mi pru, çka kanë me pa fëmijët, çush me i bindu në fëmijët në orë nesër. Gjirimet e shkollave shtëpia janë aty edhe prind mujnë mi thonë, ullu qëtu, hajde me këshyrë, shumë që kjo kur po pyet për çka kanë kallëzu interesim. Është shumë interesant që kena ekrane me lufte, me përjetimet e 90-tave, po prind janë të ardhë dhe janë të i ullë fëmijët e tyre kryesisht me një ekran ku e kemi jo rezistencën armatose, po të paqësore. Dhe kanë ullu qëtu, edhe janë gjirimet e shkollave shtëpia. Edhe pikojnë që kjo është, s'po du me ti me pa që shkom shku në shkollë. Po shia që prindi nuk ka që po vjen me qef, se s'po dënë me i kujtu senet e 90. Kena një gjenerat si temen, që miqtë e min nuk janë të ardhë me shumë dëshirë me rikujtu qatë kohë, se për shumicën është kohë e traumës, po dojnë fëmijët e tëne nuk i po menojnë që nuk i besojnë që kanë shku shkolla shtëpia, pa i pa gjirimet që kanë qenë shkolla shtëpia. Që kanë qenë, por ja shojnë hajrin edhe për sot për kushtet sot që kanë. Kjo godet në shumë anë. E dyta që ka mujnë me pa, e ditë është fletorja e fëmijëve që kanë vizatu të jasharve. Do me thonë, në shpina Adem Jasharit, mas luftës, ka shku një përkthyse që ka punu atë kohë, si one ka punu me gazetar të huj, Donika Shahini e ka rujt fletoren që e ka gjetë shtëpit jasharve 25 vjetë. Kërku nuk e ka ekspozu, e ka mara ditë kur ka shku me gazetar të huj, edhe e kemi fletoren cilët fëmijët e jasharve kanë vizatu, edhe çka kanë vizatu? Muj me pa në mes artefakti ma interesant në krejt ekspozitën, është qajo fletorje që gjindet
në mes të muzeut dhe veç me pa çka kanë menu në atë kohë, i kanë shujt e anat e shumë për tënëve të cilë janë vra, po edhe emnin e Besartës. Edhe ke vizatimet shumë të anë atletore, po i ftoj fëmijët me pa.